Është në Korçë, në shkollën Naim Frashëri, shkolla është komplet e segreguar. Shkolla ka shkuar deri në Strasburg në gjykatën ndërkombëtare të drejtë të njerëzit, ku ka fituar çështjen dhe është shpallur shkollë e segreguar dhe shteti shqiptar është zhëbitur me masa administrative, me gjoba, le të themi, ku shteti më pas ka dëshpërblyer familjet. Pra 8 familje që ngretën në akuzën. Dhe një sër masash që shteti duhet të rregullonte çështjen e arsimit. A i ka bërë, i ka rregulluar? Jo. Pra vendimi është marrë në mos gabohem 2021-2022, por fillimin 2025-s ka takime që kryen, por nuk ka rezultate në komunitet, pra në shkollë. Pra shkolla fillimisht ishte e parë rikonstruktuar. U rikonstruktua shkolla, filloi duke dhënë ushqim si mens, kështoi më shumë numrin e fëmijëve rom dhe egjiptian në shkollën Naim Frashëri, duke risegreguar. Më pas të fëmijët që kishin ngelur, që ishin nga maxoranca, ikën nga ajo shkollë, transformohen në një shkollë tjetër, pasi nuk donin që ato të vazhdonin shkollën me këto fëmijë, dhe ngeli vetëm komuniteti. Komuniteti aty edhe nga raportet që vetë drejtoria rajonale ka për performancat e shkollave, edhe po t'i kërkosh në Google, t'i kërkosh, performanca është shumë e ulët. Si shkolla e Ilirian Shkodër, si shkolla Naim Frashëri në Korçë, shkollat e tjera që janë në Tiranë, janë 3-4 shkolla që kanë performancë shumë të ulët në krahasim me shkollat e tjera, dhe kjo tregon nivelin pedagogjik.